Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet dhe mëshira e Tij, qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. E falenderojmë të madhin Zot i cili na ka dhënë të mira dhe begati pafund, e nuk ka dyshim se edhe këto takime që ne bëjmë për të përmend Allahun, për të përsërit dhe për të përkujtuar nga feja dhe besimi ynë, nuk ka dyshim se janë mirësi e Zotit ndaj nesh. Elhamdulillah. Falenderojmë Allahun për këtë mirësi. Siç e kemi bërë tradit, merrem me pyetje të cilat janë të depozituara, por nëse ka vëllezër që kanë pyetje direkt, mund të ma bëjnë me shenjë, edhe mund të bëjnë pyetje, po edhe motrat nga lart mund të bëjnë pyetje, nuk ka asnjë lloj problemi. Zotit i lutem të na dhurojë dije dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizojë me furnizim pastër dhe halal. Atëherë pyetja e parë për sot: a prishet abdesi nëse shohim diçka plus 18, por e largojmë direkt, pasi nuk ishte në dëshirën tonë, po doli? Jo, nuk prishet abdesi në këta raste. Nuk prishet abdesi përderisa e largon shpejt, i në rregull. Është thot një pus, jo, më fal, është një, si thon këto, po pus, në strilec, dhe fëmijët që kanë probleme në të folur shkojnë dhe pinë ujë nga ky pus dhe flasin si bilbilat. A është e lejuar, thot, më shku? Këtu ka dy gjëra. E para, kemi të bëjmë me besytni dhe fiksime njerëzish, sepse duhet të vërtetohet shkencërisht kjo gjëja. Nëse nuk ka argument shkencor për këtë gjë, nuk lejohet ta ndërmarrim një nismë të tillë, edhe nëse ka dhënë efekte, sepse kuptohet që ka diçka që nuk shkon. Problemi i njerëzve cili është, o vlla, thot, ka dhënë efekt, ka bërë mrekulli. Ne themi që diçka tjetë e lejuar duhet të ketë argument, ose nga fjala e Zotit, ose nga fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në mos këto të dyja duhet të ketë argument shkencor, mjekësor, që me të vërtet uji i këtij pusi ka, ku e diun çfarë lloj mineralesh, ku dëgjon etj, e përbërësish, ku dëgjon etj, e kur e pin fëmia që s'flet, apo njeriu që s'flet, çlirohen ato metalet, ku dëgjon mineralet e dëmshme që kanë bllokuar njeriu, e si pasojë etj. Pra përderisa ne argument nga feja nuk kemi, argument nga jeta dhe shkenca, nga shkenca dhe mjekësia nuk kemi, na betet argumenti mbar popullor, argumenti i provës. Po ka dhënë efekt, ka dhënë provë. Ne nuk japim dot fetva që kjo gjë e lejohet. Nuk japim dot fetva që kjo gjë e lejohet. Pastaj po tishte kjo gjë kaq e thjesht, i bie që gjithë ligopedët të dalin pa punë. Dhe gjithë njerëzit që kanë probleme me të folurën, shkojnë pinë ujë ke pusi, edhe mbaroi historia. Në qoftë se na ndodh që kur falemi harrojmë një rekat dhe nuk jemi të sigurt sa e kemi bërë apo jo, çfarë duhet bëjmë? E bëjmë edhe një rekat plus, dhe para se me dhënë selam, bëjmë sevi sejdë dhe japim selam. A është e vërtetë se kush e thot 10 herë në ditë surën El Ikhlas do të ndërtohet një shtëpi në xhenet, pra kul huwallahu? Po, e vërtet. Sakt.
Pra, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, leximi 10 herë i surës Qul huwallahu ahad i ndërtohet njeriu një shtëpi, pra një vil, një kështjell në parajs, në xhenet. Po, është hadithi sakt. Kush e lexon 3 herë sikur ka lexuar gjithë Kur'anin. Si të kam? Mirë, alhamdulillah. Desha me ta bëj një pyetje, po. E kam gruan thot shtatzën, por nuk kam mbush akoma muajin e 4 dhe mjekët i kanë thënë që duhet ta abortosh sepse është në smundje me sindrom. Ligji islam është ky. Përderisa s'ka mbush muajin e 4, pra që të ketë hyrë muaj të 5 dhe ka një arsye madhore për abortim, lejohet. Sepse akoma nuk është fryrë shpirti. Sipas islamit, shpirti në embrion fryhet mbasi plotësohet 4 muaj, pra 120 ditë. Kur plotëson 120 ditë dhe futet në ditën 121, atëherë fryhet shpirti, mbas kësaj nuk lejohet më aborti, përveç se nëse dëmton shëndetin e nënës ose rrezikon jetën e saj, atëherë s'ka asnjë lloj kufizimi fetarisht. Doja të pyesja ku duhet të mbahet Kur'ani në shtëpi, pra në cilën dhomë të shtëpisë. S'ka asnjë lloj kufizimi apo përcaktimi. Mund ta marrni ke kuzhina, mund ta marrni ke dhoma gjumit, mund ta marrni ke dhoma pritjes, mund ta marrni ke korridori, mund të keni shtëpi 3-4 Kur'an, s'ka asnjë lloj problemi, fetarisht s'ka asnjë lloj problemi. Kam njohur dikë i cili më ka dhënë si kusht që nëse do të martohemi bashk, nuk duhet ta marr vesh gruaja e tij e parë. Dhe nëse do të kemi fëmijë nga martesa jon, ky fëmijë nuk duhet të regjistrohet në emrin dhe mbi emrin tim, dhe kushti i tretë, nëse ky smuret apo ndron jetë, unë nuk kam të drejtë të prezantohem tek familja e tij, as të kam drejtë të marr nga trashëgimia e tij. Dhe më thotë, duhet ta pranosh këtë ofertë sepse je besimtare dhe bën haram nëse nuk më përgjigjesh. Pyetja avokat. S'kam asgjë me profesionin e avokatit, po them me fjalë bën edhe rolin e avokatit, se alhamdulillah kemi shumë vëllezër dhe motra avokat dhe avokate që janë mashallah, po ky qeka nona. Me kushte 1, 2, 3, 4, edhe kushti i fundit, edhe me vdek, s'të duhet, trashëgimi s'bëhet fjalë, pa edhe më usmune herë se mos rafane nga afër spitalit. Pra kësaj thonë, me vdek e mos me të qa. Ajo që mu më dhimë se nga kjo pyetje, për këtë arsye unë kam morë këtë pyetje, kam sjell këtu, është përdorimi i fesë. Duhet në përgjigjesh, e ke obligim, po nuk erdhe e ke haram. Kush jeti më dha? Ku e ke prokurën ti që flet në emër të Zotit? Mos ke marrë ndonjë autorizim ti që flet në emër të Zotit? Edhe shumë mirë, falenderoj motrën ose person, nuk e di kush ka bërë pyetjen, e rëndësishme, falenderoj për guximin që e ka bërë pyetjen dhe bravo i qoftë. Edhe shpresoj që ajo ta ketë dhënë përgjigjen, se nuk ka femër me, jo 2 pare men, po femër me 2 fije floku men, që ti thot një ofertë të tillë, po. Po që pa men, po, i thot po. Ama me qenë me men, vallaj nuk i thot po, kur një ofertë të tillë. Hoxhi nderuar, më është thënë se më është hedhur zhiv mërkur në ushqim disa herë. Dhe unë me të vërtet kam qenë shumë keq disa herë me shëndet gati duke vdekur. Dua ta di nga ana fetare, a konsiderohet kjo magji apo helmim real? Dhe si duhet veproj sakt sipas fesë, a mjafton rukja apo është detyrim dhe trajtimi mjekësor? Dhe si mund të mbrohet një besimtar nga raste të tilla? Pra kemi një pyetje me 4 pyetje mrena. E para, si e ke marrë vesh ti që të kanë hedhë zhiv ose mërkur?
A ke bo analizat? Mas ngjarjes dhe të kanë dalë analizat me zhiv, me mërkur? Apo të ka thonë një nga këto sharlatanët, mashtrusat, se këto për të vjel popullin, se pak është vjel këj populli, për kanë dalë dhe këto tani, të morin kusura që kanë ngellë në përgjepa, këta çfarë nuk shpikin, të kanë hedhë thot zhiv në ushqime, kupton di ku shkon fantazia e sharlatanit? Dhe thot kjo është shkreta, ose ai ky shkreti që ka po pyetjen, dhe me të vërtetë kanë qenë disa herë smur gati është vdekur, po bëj analizat. Pastaj robi mund smunet, mund të ketë një virus, mund të ketë një problem tjetër. Unë as nuk e pohoj dot, as nuk e mohoj dot ngjarjen. Po unë do ta di si e ka kuptuar, kush i tha. A mjafton rrugë apo është detyrim të bëj dhe trajtim mjekësor, urgjentisht dhe mjekësor? Nëse ka hongër mërkur, duhet bë trajtim mjekësor. Por rrugë nëse është bë me niyetin e magjisë. Por rrugë nuk bëdom edhe po që bë me niyetin e helmimit, Kurani mirë të bën, ama duhet trajtuar mjekësisht. Klinikisht pra, spital. Si mbrohet besimtari në raste të tilla? Ndalohet personi, nuk lehet njeriu mu fut në shtëpi. Vërtetohet, veti kamera aty, shifet duke hedhë ai atë zhiven apo mërkurin, edhe ndalohet ky njeri dhe denoncohet. Dhe kjo është më e rëndësishme se të gjitha. Nëse ti e di se kush e ka bërë këtë punë, denoncim. Nëse del rren, e ha ti edhe ai që të ka thonë. Se dikush duhet ta paguaj çmimin e kësaj gjës. Ndoshta ky sharlatani që të ka marrë lekët e të ka rrejt, është ai ideusi i kësaj gjëje, edhe futet sharlatanin në burg, e në bime hat gjithë, dhe të vazhdoj me zhiv ke burgu, të tregoj aty në të burgosërve për zhivën, se e rregullojnë ata, e bëjnë ata mashallah nuse, e bëjnë nuse. Ka ndodhur thot në disa zona që kur hoxha nuk kishte njerëz për të falë xhuman, merrte një dru, e vendoste mbrapa dhe falte xhuman. Varet çfarë huni ka qenë. Ka qenë hu gardhi, apo ka qenë hu pylli, apo hu nga këto bishtat që bëhen lopatat e këto, varet. Po pa qenë hu gardhi, është në rregull. Po duhet merrte 2 hu i gardhi. Jo një, se hoxha 1, edhe 2 hu i gardhi, 3, në rregull. Për te shakas kjo është një gjë që nuk ka për të argument. Po spati xhamat vlla, fal drekën, selam aleikum, aleikum selam. Ja po trashtojmë i bar drush, aty ta bëjmë xhamat 50 veta me dru. A me gjithmonë thot për robin e trashton je dru, por kë nuk do thotë që këto drut. Me i sjell xhami. Alhamdulillah. Janë të mirë për Zotin. Janë të mirë. Shkreti që mos me dal bosh, ka ngul drunin aty, ka majt hutbën i ka fol drunit. Alhamdulillah. O dru. Do të më falet, do të më lutë se Zoti ka thonë. Ai druni shkret. Ai druni shkret qef vet me sap vet. Alhamdulillah. Hoxhi nderuar dhe i respektuar, faleminderit për konsideratën. Është pyetja e veçantë, kjo ka ardhur pyetje speciale kështu. I nderuar dhe i respektuar. Po të bëj një grua haxhin, a patjetër duhet të mbulohet? Jo, mbulesa nuk ka lidhje me haxhin. Gruaja duhet mbulohet qysh në Tiranë, qysh në Berlin, qysh në Francë, qysh në Londër, s'ka lidhje me haxhin. E po kanë një frikë për shembull, disa nga motët thonë, po të shkojnë në haxh, mas haxhi duhet mbulu, kështu që po e vonoj haxhin. Problemi është se meleku i vdekjes nuk i njeh këto kontratat, i konsideron pa vlefshme. Ti shkon në haxh, inshallah Zoti më të qetëson shpirtin, e gjen imanin e fortë, edhe inshallah mbulohesh.
Po nëse kur vin Shqipni e heq. Haxhi është i saktë, s'ka lidhje haxhi me gjinofin e heqjes shamis. Haxhi është i saktë. Haxhi është i saktë. Në dijenin tënde, po, ta shohim. A ka hadith që thot 2/3 të ummetit tim do të shkojnë në xhenet? Po, hadithi është i saktë. Në sahabët kur e kanë marrë vesh të lajm, kanë bërë Allahu Ekber. Kanë qenë një ditë pejgamberi sa me sahabët dhe i ka ardhur Xhibrili dhe i ka thënë për gëzoj se 1/3 e ummetit. Ummet çfarë do të thotë? Ndjekësit e profetit alayhis salam, bashkësia e tij. Njoftoi se 1/3 e ummetit tënd, pasuesit e tu, do të jenë xhenetli. Thanë sahabët Allahu Ekber. Pastaj tha, njoftoi ummetin tënd se gjysma e tyre do të jenë xhenetli, thanë sahabët Allahu Ekber. Pastaj erdhi për herë tretë dhe tha, njoftoi ummetin tënd se 2/3 e këtij ummeti do të jenë banor të xhenetit. Tha pejgamberi sa me sahabët Allahu Ekber. Nga kjo ka dalë dhe ajo kur marrim lajme të mira dhe të gëzueshme, çfarë bëjmë? Çfarë bëjmë? Tekbir pra, se na utut me vonesën tuaj. Jam një nën thot me 2 fëmijë, njëri është 1 vjeç dhe tjetri është njëri është 1 vjeç e gjys, tjetri është 2 muajsh e gjys. Allahu i rujt, i begatoftë, i boft hajrit. Unë gjithmonë i bëj punë të shtëpisë natën, sepse jam angazhuar gjatë gjithë ditës, sepse fëmijët duan për kujdesin nga që janë të vegjël. Edhe gjithmonë me pastrime, me rregullime, gjithçka merrem mas orës 11 natës. Mirë po, kjo është fjala problem. Më kanë thënë që marr gjunahën nëse i bëj punët natën. A është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet, motor, ty Zoti të nderoft, e Zotit të lartësoft, e Zotit të mëshiroft, halal qoft, e Zoti t'i uzoft të fëmijë i boft musliman të mirë. Amin. A është e vërtet se po më thotë njëri se po purpulit në muskull në trup, pra të hidhet përpjet, do të thotë që ka hyrë xhini. I ka hyrë xhini këtij që të ka thonë ty se s'ka lidhje me muskulin. Pra thotë, a është e vërtet që kur purpulit në muskull, do të thonë ka hyrë xhini, po jo më se s'ka lidhje me xhin, do të hyfshin xhin, atij që ta ka thonë, i hyfshin xhin, atij që ta ka thonë këtë muhabet. S'ka lidhje fare, është çështje nervore. Kush është për mjeksi këtu? Kemi në një? Ka të bëjë Habib? Thot vllai jon Habibi i zemrës, thot munges magneziumi ose kalciumi, thot. E ne shkret jep sinjal. Mipni thot se vdigja, marova. Ti thu xhini. Kështu që thuj këtij që të ka thonë hoxha të hymshin xhin. S'po e mallkoj, po bëj shaka. Prindit e mi kanë rritur 9 fëmijë, 3 vajza dhe 6 djem. Po tash ne vajzat jemi martuar, kujdesemi sa të mundemi për prindrit, po vllaznia nuk po kujdesen, as nuk flasin me ta, edhe nëse flasin gjithmonë vetëm gjejnë diçka që më kritiku. Babi jem, pra baba im, është pensioner, pra është në pension, nuk ka mundësi me përballu shpenzimet e ilaçeve të jetës. Edhe të jetës. 3 djemtë i ka jashtë Kosovës dhe 1 e ka afër me shtëpi, po asnjëherë nuk i fol, edhe nëse sheh në rrugë nuk i flet babit. Ka shumë gjëra, mirë po unë si një vajzë që shqetësohem, për ta dëshiroj të di në një mendim ose këshill nga ti, sepse prindit shumë po vujnë pjesën që djemt, edhe nëse vinë me pushime, nuk vinë me i taku prindrit e tyre. La ilaha illallah. Allahun musta'an. O motër, juve Zoti ju rujtë, ju dhonë të hajër, munoni të boni çfarë keni mundësi për prindrit e juaj, nësa këto djemt do t'ja shohin kësaj pune, do t'ja shohin. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ndër mëkatet që Zoti e përshpejton në dëshkimin e njeriut në këtë botë para botës tjetër, është
kputja e lidhjeve të gjakut, mos respektimi i prindërve. Subhanallahu, thot mos respektimi, jo në këtë lloj gjendje. Po elhamdulillah që ka ditë gjykimi. Elhamdulillah që ka ditë gjykimi. Do të dëshiroja që këtë video ata ta dëgjojnë, e ndoshta udhëzohen e orientohen se kanë përtuar bo fëmijët e tyre më keq se sa po ja bëjnë ata prindërve të tyre. Vallahi bilaj për Zotin e madh. E dini historinë e atij që shkoi me hudh babën në mal. I tha baba, tha, kur e kuptoi, tha jo këtu, tha, po ka i guri atje. Filloi me qesh ky. Tha pse o bab ka i guri atje? Tha se ka i guri atje kom hudh babën tim, tha. Të paktën palaj këtu në këtë botë. E po çuni kishte qellu më i mençëm. A kështu që e ka puna, tha. Hajde dhe jeri në shtëpi, tha se s'kam vakun, tha me vujt njëtën gjë. Kam në shtëpi hallën e burrit, po na çmend gjithëve. Nga mëngjesi deri në darkë, vetëm mallkon dhe kërkon arsye për t'u zënë me ne të gjithë. Ajo s'ka fëmijë, po jeton me ne, por bën shumë zhurmë në shtëpi, vetëm se zihet. Faktikisht jam shumë i shqetësuar se mallkon shumë, anazejnë neve mallkimet e saj dhe fëmijët tanë. Jo, nuk ju zejnë mallkimet. Kjo është e smur mendore. Sa i ka hik vakti për burr, e në tani është kthy në nerva kjo punë. Për Zotin Allah. Dhe që do thot të rri një femër derisa të plakët, stres i madh Allah, për Zotin e madh. E tani e shkarkon gjithë energjinë e akumuluar prej 300 vitesh që duhet ta harxojë me burrin e vet, e shkarkon këto të shkretnit, të cilët e majnë në shtëpi dhe ushqejnë. Ej, Zoti i madh, çfarë bak kjo tokë, më vëlla, alhamdulillah. Çfarë bak kjo tokë. Po si su boni njerëz ta, më vëlla, ha? Robi vjen një moment që reflekton dhe kthehet nga gjallësë në njeri. Ata s'reflektojnë fare, vëlla, kanë qejf të jetojnë si gjallësa. Kam një shoqen time, para disa vitesh ajo ka parë në ëndër Ali Baban. Kush është ky Ali Babai? Do të jetë në tyrbe, do të jetë në varr diku në shenjtor. Ku është? E kush është? Ha? Ali Baba i filmit thonë me 40 hajdut. Ja, merja. Nëse e rëndësishme. Po, dhe Ali Baba i ka thënë se e ka zgjedhur atë si të dërguarën e tyre për dëgjuar lutjet e njerëzve. Tani ajo merret me këta njerëz që kanë probleme, thotë që i zgjon njerëzit nga koma, i shëron nga kanceri dhe të gjitha problemet e tjera duke u dërguar atyre lutje nga lart. Pastaj ata i dëgjojnë këto lutje dhe i zgjidhin problemet. Ajo gjithashtu dhe parashikon kur i dalin shkronja dhe thotë që ja tregojnë ata nga lart. A mund të na shpjegosh këtë gjë, të lutem, a ekziston në vërtet kjo gjë, a është mëkat? Po, xhin me xhin, s'ka si filozofi. Me Islam, xhin kanë loz ping-pong me këtë shkretën. E kanë zgjedh për lojtare, për portiere kanë zgjedh këtë. Edhe tani shirk i pastër. Kjo është paganizëm dhe idhujtari e pastër. Ne të kemi zgjedh ty, çfarë hallësh të kenë njerëzit të na e thuj neve? Idhujtari, paganizëm, shirk. Dhe kjo i zgjidh hallet e njerëzve nëpërmjet Ali Babait ose Baba Aliut. Edhe shërojnë njerëzit dhe bëhen mirë. Sepse xhin me xhin bëhet situata lëmsh, lesh e li, edhe bëjnë marrëveshje xhin me njëri tjetrin që t'i humbin njerëzit nga rruga e Zotit. Bëjnë marrëveshje xhin me njëri tjetrin që robit besoj se kjo e shëroi nëpërmjet Ali Babait edhe shirk i pastër fare. Kështu që këshillojeni këtë gocën ose këtë grua, nuk e di çfarë është, të pendohet, thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, të mori abdest, filloj të fali namaz, të vite ki hosh ta knojmë, t'ja nxjerrim Ali Babain
me 40 hajdutët nga trupi, e të bëhet mirë të vinë të rezi se kështu si e ka nisë, vallaj bilaj për Zotin, nëse nuk pendohet nga kjo gjë që është idhujtari e pastër, do ta ketë punën pisk. O vëllezër dhe motra, nuk është argument se ka dhënë efekt. Dhënia efekt nuk është argument, as është vend i shenjtë, as është vend i mirë, as është rob i shenjtë, as është grua e shenjtë apo burri i shenjtë, apo nuk është argument. Xhind lozin me këto gjëra, vdesin xhind për t'i fut njerëzit në idhujtarinë, paganizma me këto lloj gjërash. Dhe e kanë gjetë pikën e dobët njeriu. Cila është pika e dobët e njeriu, sidomos e autoktonit? Për dërmon më e bona unë, për dërmon. Ka dhënë efekt. Me provë. Ka shku pa kom, është kthy me kom. Thuti që ai kishte kom tek putme, i mbin këmbët atje. Ka shku pa sy, është kthy me sy. Paganizm, ky quhet paganizm, ky quhet idhujtari. Në momentin që ai këtu shqyqy që ka treguar se është e vërteta, ne të kemi zgjedh ty. Ti merri lutjet e njerëzve na jep neve. Se ne njohim atë të modën fare. Shejtan. Hoxhu bëra 3-4 herë që shkoj tek një fallxhore dhe shoh filxhan me kafe. Jo, me kafe s'mundesh, masi pihet kafja shifet. E di që nuk lejohet në Islam, pa është shirk. Pra e di që nuk lejohet dhe shko. Çfarë quhet kjo? Kjo quhet gomarlik. Me ok. Jo gomarlik i thjesht, po me ok. Nëse ti i beso kësaj fallxhores, ke dal nga Islami. Dhe duhet thush la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, mosh abdest, falsh namaz, edhe të futesh edhe në herë në Islam. E nëse ti shko kot sa me kalu kohën, gjitha namazet që ke fal nuk të janë pranuar, nuk ke dal nga Islami, po nuk të janë pranuar. Prandaj mos loz me xhehenemin. Me çdo gjë mund të lozësh, po me zjarrin e xhehenemit mos luaj se po ike nga kjo botë, nuk mund të kthehesh më mrapsh me u pendu. Kështu që ka thonë ai moçmi, thirrë menjes o, thirrë menjes. Kur gjen lek në rrugë dhe shikon rrotull, mos i kanë rënë dikujt dhe zgjen njëri, a mund t'i marrësh? Varet. Nëse është një shifër e vogël, pra që s'menohet se njeriu mund vi ta kërkojë, apo t'i bjerë mrapa, në përgjithësi, mund ta marrësh, nuk ka problem. E nëse është një shumë e madhe, nuk lejohet. Po çfarë duhet me bë? Duhet me vu një njoftim aty, që këtu është gjetë një sasi lekësh, kush është interesuar, të intereson këtë numër celulari, po do të thosh i vjet gjysma Tiranës, po ja se të i thosh sa, si ka qenë forma, si ka qenë portofoli, çfarë ngjyre ka pas, a ka pas gjohet etj. Ama nëse ka një mjet identifikues mrena, maro historia, është kollaj. Motra ime dëshiron të pyes diçka, jo fal 5 vaktet, namaz gati 3 vite rregullisht dhe bën leximin e Kuranit në gjuhën shqipe. Po ashtu fal dhe namaz natë dhe në mëngjes mbrëmje bën tesbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Pastaj thuhet irhamukallah. Pastaj thuhet yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Thot dhe bën tesbih, pra thot subhanallahu wa bihamdihi mjes 100 herë. Po ajo ka frikë për të ardhmen, se mos sprovohet me gjëra të rënda. Çfarë e këshillon? E këshilloj që thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. Në shif si los shejtani me njeriu. Çdo gjë në rregull, kam frikë se mos smurem me kancer, më vonë. Po çfarë ke, valla? Po çfarë ke me kancerin? Ne kancerin punë vetë në sap vet. Kam frikë se mos ndodh në aksident, kur shkoj me herë në avion, mos t'lasi avion. Po çfarë ke, valla, me avion? Pse me ty?
ty ato të prit avioni që të plasin aer. Jo po kom hallën se në herë kur të kem hyp në autobus mos më vjen në makinë na bjer anash. Ka i stinjishi. Ose mos bim në lan, se ka herë autobus në lan, mani ka ne di autobusi 2 javë në lan, si ura 7. Pa shejtani subhanallahu si tallet me rob më burrë dhe si loz me njerëzit. Lloj vezvese, shkoti. Kam frikë se mos na dëgjom. Po le të ndodhi, për kjo frika jote që ti ke se mos ndodhi, a të mbron faktikisht apo vetëm se ta prish momentin. Po s'kan thonë xhahilat jeto momentin. Po kam hall se, kam frikë se, po jeto momentin. I bi hakun burrit, i bi hakun fëmijëve, del bavrap, del punon në tokë, del bjerë liçeni 3 herë edhe për qark. Kam frikë se mos më ndonjë gjë e keqe, po le të ndodhem. Çfarë të vi prej Zotit është e mirë se ardhur. Kjo frika nuk të ruan, thjesht të shkatron të tashmen. A e kam detyrim me u kujdes për prindër e gruas dhe a ka të drejtë gruaja ime të sillet keq me mua nëse unë nuk kujdesem për ata? Detyrim nuk e ke. Detyrim ti e ke për prindërit e tuaj ti rrish në kokë. Për prindërit e gruas nuk e ke për detyrim. Nëse ti e bën me niyetin e sadakas, lëmoshës, sevapit, Allahu të shpërbleft. Detyrim nuk e ke. A ka të drejtë gruaja të sillet keq me mua nëse unë jo më vëlla, gruaja nuk ka të drejtë. Të sillet keq me ty pse ti nuk kujdesesh për ata. Nuk ka të drejtë. Në këtë rast i hyn hak burrit. E haku i burrit vallahi është i rënd. Haku i burrit është i rënd. Nëse gruaja falet, agjeron, ruan nderin, i jep hakun burrit, i hapen 8 dyert e xhenetit. Domethënë, 1 ka 4 pikat që ka femra është haku i burrit. Kështu që ti friksohet Zotit kjo dhe mos të ciceroj. Për ne femrat të lejo që të veshim tuta poshtë fustanit ose mbulesës kur dalim jashtë për arsye ftohti. Dhe për të mbrojtur nga zbulimi i këmbëve kur dalim jashtë për shkak të erës. Lejohet. Çdo gjë që është shërbim të shëndetit është në rregull, edhe kjo gjëja këtu lejohet. A është mirë të durosh me buzëqeshje dhe mos ta shfaqësh mërzitjen tek të tjerët apo ta shfaqësh mërzitjen dhe të durosh me lot? Kur njeriu sprovohet nuk është kusht që patjetër të qeshi, kur i ndodh i fatkeqësi apo i problem. Njeriu edhe përjeton, nuk ka asgjë të keqe, edhe mund të qaj nga malli, nga përjetimi etj. Dhe kjo nuk ka asgjë. Dhe nëse momentin që njeriu nuk shprehet gabim apo nuk tregon pakënaqësi me shprehje apo me vepra, quhet durimtar. Quhet durimtar. Edhe është në rregull. Pra nuk është kusht patjetër durimi të jetë me buzëqeshje. Nuk është kusht patjetër. Nëse edhe buzëqesh kjo është më e larta, po nuk është e kërkuar kjo gjëja. Buzëqeshja në rastet e sprovave të fatkeqësisë nuk është e kërkuar fetarisht. Nëse njeriu arrin ta përtypi dhe të shfaqet i buzëqeshur, kjo pastaj është nivel i lartë. Para se me marr abdes, a e bën niyetin e abdesit dhe pastaj hyn në tualet, a kam drejt me kryer nevojën përpara se me marr abdes, apo duhet dal edhe një herë jashtë? Niyeti mund të bëhet dhe mrena. Se niyet çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë fjala niyet? Vetëdia e njeriu se çfarë po bën. Kështu që këtë vetdije ti mund ta ndërmarrësh edhe në banjë, nuk është kusht që të dalësh jashtë të vetdisohesh se çfarë do të bësh. Mund të jesh edhe aty mrena koshient, ose niyeti i parë që po futem në banjë për të marrë punë, edhe për të marrë abdes, je në rregull. Kështu që mjafton. Nuk ka nevojë me dalë jashtë prapë. Nëse jemi të lodhshëm dhe na mbyllen syt për 1 minutë, a prishet abdesi? Pra ka përqendrim na zën gjumi për 1 minutë kështu.
nuk prishet abdesi. Sidomos nëse njeriu është i ulur. Nëse është i ulur, nuk prishet abdesi. Jam në javën e 7 shtatzanisë, doktori më tha që zemra e fëmijës nuk rre. Dhe për këtë arsye duhet ta hiq fëmin. Është gjuna. Megjithse i thash atë presim, më tha është e kotë, se çdo gjë ka mbaruar. Kam bërë 4 eko dhe akoma zemra nuk rre. Elhamdulillah, caktimi i Allahut. Inshallah Zoti e bën këtë sprovë sebeb që të fitoni kënaqësinë e tij. Jo, nuk merr nona në këtë rast, pra prindërit në këtë rast nuk marrin gjuna sepse është prej Zotit kjo punë, kështu që lejohet aborti, s'ka problem. A kam të rregullt abdesin nëse i laj këmbët me dorën e majt, se me dorën e djathtë mbahem për muri? Nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë lloj problemi, fare. E rëndësishme është me i la këmbët gjatë abdesit, ose me i dhënë mes çorapeve apo mesteve, kështu që nuk përbën problem fare, pse përdor dorën e majt. Nëse jemi në ambient pune dhe jemi të përzier burra dhe gra, dhe duam të falemi, a mund të falemi ne të gjithë bashkë xhamat? Po, mund të falen. Edhe pse nuk janë familje. Për shembull, në një punë janë për shembull 5 burra dhe 20 gra. Edhe për shembull e kanë lënë që në orën 12 do të falen farzin dhe mlidhen gjithë falen, s'ka se problem. Edhe pse nuk janë familje, nuk ka problem. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Përveç se nëse kanë merak se kjo mund të çojë në fitne, pa ato janë gjithë ditën punë bashkë, aty ke xhamia të u fal, ngeli fitnja më u bë. A është abdesi pranuar që kur hyn në banjë të krysh nevojën, a mund të marrësh direkt abdes apo duhet dalësh një herë dhe pastaj prapë një ta si ajo e përparme, mjafton, stresi zero, merr abdes aty, në rregull. Thonë të vjetrit, bre si mund t'i mbajsh një dorë dhe unë nas flori. Thonë të vjetrit, bre, pa më ka thonë mu bre, orti, mi fjalë, se s'mund të mbajsh në një dorë dhe unë nas floriri dhe serme, se është keq. Sa është e vërtet kjo në fenë tonë? Nëse jem mashkull, pleqt kanë thonë të vërtetën. Nuk lejohet me majt mashkulli unë nas florini. Serme mund të majt 2, 3, 4, 5, mund t'i boj rjesht. Serme, ama florini nuk lejohet. Nëse je femër, pra personi që ka bërë pyetjen është femër, lejohet me majt unaz serme dhe unaz florini. A dini kujt i thon serm? Argjendit. Florini kujt i thon? Arit. Kur e kapim namazin e akşamit me xhamat në tejatin e rekatit dytë, si e plotësojmë? Pra ka rënë namaz të akşamit, ka rënë tejat dytë. Tani kur të filloj namazin e bën një me imam dhe çohet direkt, dhe pastaj bot dyshin dhe ulet, apo si vepron? E thjesht fare. Erdhe dhe kapet tejatin e dytë. Do të bësh një rekat me imamin. Prap do të ulesh, s'ke rrugë tjetër. S'ka alternativë B. Do të ulesh prap. Imami bën tehiatin e tretë, ti bën tehijat kështu, 0. Pastaj do të çosh dhe do të bësh rekatin e dytë. Pastaj do ulesh se ke marruar rekatin e dytë. Pastaj do të çosh, bësh rekatin e tretë, pastaj do të ulesh mas rekatit të tretë. Për këtë arsye kam paston kush është ai namaz që ka 3 tehijate. Kan thonë akşomi në tehijatin e dytë nëse vjen me imam. Da bësh një me imam, një prap me imam, pastaj një da bësh vet, sa u bën? 3 jo, me 4 tehijate. Kush është namazi me 4 tehijate? Kam paston si xhexhez, fikhu. Cili është namazi që ka 4 tehijate? Nëse vjen për namaz të akşamit dhe e gjen imamin tehijatin e dytë, tehijatin e parë, vjen dhe ulesh me imam tehijat. Pastaj do të ulesh prap me imam tehijat. Pastaj do të çohesh ti do të bësh tehijat, pastaj do të çohesh ke i tretë dhe do të bësh tehijat. 4 ulje. Në lidhje me guslin për Ramazan, ne që jemi praktikant të rregullt me namaz e tjerë, pra jemi të pastruar
më parë me gusl, a kemi obligim të marrim enkas gusl me niyetin për të agjëruar muajin e Ramazanit? Jo. Nuk ekziston në Islam pastrimi me rastin e Ramazanit, nuk ekziston. Nëse ti ke shku atë natën dargët me gruan tate dhe i qello nata e parë e Ramazanit, po do të mosh gusl se do të falsh sabahun, por Ramazani është i saktë. Ramazani është i saktë. Edhe pa gusl, pra s'ka lidhje saktësia e agjërimit me guslin. Thash se kishe pyetje. Keni ndonjë pyetje këtu? Mas ikindie. Deri në lindje të diellit. Mas sabahut deri në lindje të diellit. Më e mirë është që dhikri i mjesit dhe dhikri i mbrëmjes të bëhet mas sabahut deri në lindje të diellit dhe mas ikindie deri në perëndim të diellit. Po nëse njeriu, për shembull, thotë s'ka mundësi me e bëm mas sabahut deri në lindje të diellit se do të dal në punë. Boje rrugës, boje në punë. A mund ta bësh mas lindjes diellit? Pra me nis para lindjes pak. Po, edhe e plotson pastaj mas lindjes. Sepse e kanë thonë, pse kanë thonë kështu? Sepse në Kur'an thuhet qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, para lindjes dhe para perëndimit. Për këtë arsye kanë thonë këto llojet e dhikrit bëhen qoftë edhe pak me nis. Pra thu 2-3, pastaj lind dielli nga ora 7-8 i plotso veta vash avash. Amin ja. E kapa imamin në rekatin e parë të drekës dhe kam thënë vetëm Fatihan pas ure. A është okay? 2 okay, jo 1 po 2. Janë rregull. Jemi disa goca që jetojmë në një shtëpi me qera dhe tani pagesat ujë drita ne i paguan pronarja. Mirë po ajo në shumicën e rasteve na i sjell faturat më vonesë dhe ne i kemi kërkuar që të na i sjellin në kohë për arsye të kamatës. Mirë po ajo i paguan më vonesë. Ju do të paguni sa është fatura. Ju do të paguni sa është fatura. Se çka ka bëu ajo vet pastaj me plusin dhe me minusin është problemi i saj. Ose s'ka nevojë fare, merrni numrin e librezës, shkoni tek dritat dhe uji vet, kur shkoi pronarja mas i muaj e gjys me taka e avash, thonë ato po i kanë paguajt. Thotë ajo. Po erdhin e dy goca i kanë paguajt. Mirë. Në stresi, në ngrirje. A kanë obligim prindërit e mi të më bëjnë akikan pasi unë jam 24 vjeç? Me ta bëu ty edhe kalamojve. Hajde këtu, si ke emrin ti? Umar. Si ke? Umar. Umer? Ja. Si? Umar me o. Omer. Ja. Mos dil këtej se del ke televizori edhe të hajnë mësysh pastaj. Atëherë, a kanë obligim thotë ma bëjnë më prindrit akikën 24 vjeç? Jo, nuk e kanë obligim, stresit zero. Tani bëj ati kalamojve tuj. Se stresit zero. Stresit zero. S'kan ditë gjo prindrit tonë për akika, kështu që s'ka gjë. Tani ti kur të bosh me kalamoj, bëj kalamojve tuj në kohë. A është e vërtet se diku në Kur'an, thotë që Kur'ani është ja 3000 faqe, diku, anej. A është e vërtet se diku në Kur'an shkruan se gruaja shtatzën s'duhet të tregoj kur lind nënës së saj. Ju thaft goja këtyne që thonë këtë fjalë, ju thaft të Zoti më. Njeriu më i rëndësishëm në jetë si tregon nonës. Lindi.
sepse dhimbja dhe lindja i zgjat salotët e nënës. Po pse duhet çaj nona herë pse lindi goca? O gjallesa. Përse duhet çaj nona? Thotë që nona, çfarë lindi fëmia im? Fillon nona me qa, 4 orë, 5 orë, 10 orë. Thotë se dhimbjet e gocës i zgjasin aq sa qa nona për të birë. Zgjat salotët e nënës dhe largësia e saj, sepse unë jam shtatzën dhe pas lindjes dua të marr nënën të më ndihmoj. Vjera i kishte thonë bashkëshortit se nuk bën se kështu e thot feja. Vjera, njësh. Do të vija jo këtu. Ja, nuk bën se ka të Kur'ani, ka të shkruajtur me që s'bën. Që kjo vjera Zoti e fal, ja ka fut krejt kot, edhe i lutemi kësaj vjerës, pash Zotin, mos fol më për punë të fesë, po nuk qe e sigurt, sepse ngarkohesh me gjinof, vallaj. Plak e vjetër me i ka më varë, të thonë, e ka feja se ka feja, me i shif kafen, se po të digjet kafja, po të derdhet kafja më zjarë. E ka feja se ka feja. Kam parë një video që më ka dalë në TikTok një hoxh, qysh këtu ka fillu të merri i leximit pyetjes. Ethet, me të kap ethet, e ke parasysh? Sa e shoh për shembull që thotë, më ka dalë një hoxh në TikTok, fillo gjaku më lun. Po ky hoxha ishte nga një vend tjetër. Dy fish, pa doli njëri hoxh, problem. Po pse çdo hoxh që del do ta ngjojmë? Nuk është hoxha jot që ti njeh kaloje. Pse harxho ymrin tënd në njerëz që nuk i njeh, që nuk i din? S'është i besueshëm i yt nga hoxhallarë që ti merr fen prej tyre, kaloje. Dhe nga një vend tjetër, hajtë shohim çka ka thonë ky tani. Dhe thoshte që planifikimi financiar është i gabuar. Që ata mëlla, që ka ekspert i fushës. Po çfarë bëjmë sipas këtij? Çfarë bëjmë? Çoj ke hoxha, ti knoj hoxha. Dhe thoshte gjithashtu dora e djathtë duhet ta nxjerr lekun pa e ditur e majta. Po pse folin këto duart me njëra tjetrën? Kthej kokën anë maton se duhet t'jap ca lekun. Po faktikisht ka i hadith, po hadith është në kuptim figurativ. Pse nëse nxjerr lekun njeriu me të dyja durt, pranohet? Jo, do ta nxjerrë me djathtën edhe e majta në atë moment rinë xhept. Që mos ta shohë e djathta të majta. Është kuptim figurativ, në kuptimin mos ta dinë njerëzit sa më çeft. Ti je mashallah, por Allahu dasht. Kështu që hajër inshallah. S'do të më bë planifikim, edhe do të më nxjerr më çeftas. Mirë, kjo më çeftas është mirë. Sa vërtet është se unë për shembull jam një person që shpenzimet i planifikoj që në fillim të muajit dhe llogaris. Mashallah, turit Zoti. Je në rregull dhe mos e ngjo hoxhën. Atë hoxhën mos e ngjo. Atë që ka thonë kështu s'lejohet s'bën. Kisha një pyetje, ju lutem, si ta falim vitrin, pa masi e keni fal vitrin. Mas vitrin më vonë nga ora 1:30 për shembull na del gjumi. S'ka problem, falet 2, s'ka problem. A është e mundur që 99 emrat e Zotit të thuhen në një formë dhikri, për shembull 100 herë El-Wahhab, El-Wahhab, El-Wahhab ose Er-Rahman, 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 100 herë. Një emër Zotit 100 herë dhe mas 100 herëshit me bë dua. Edhe sa herë duhet me bë dua, 1 apo 2. Në Islam nuk ekziston dhikr vetëm me emrin e Allahut. Nuk ekziston. Jo, po kemi pashë bën Allah. O Zot një magje më vëlla. Pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër veç ti. Po të magjesh e bëjon më vëlla.
Se kom problem fare. S'kam rast, ora as hadith të dobët, as hadith të shpikur nuk ka për këtë punë. Nuk bëhet dhikr vetëm me një emër të Allahut. Për shembull, dikush thot Ar-Rahman, 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 ose Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. I qin, pastaj Allahumma arhamni, o Zot më shiro. Nuk ekziston kjo në fen tonë. Nuk ka asnjë argument të tillë në fen tonë që bëhet ky lloj dhikri dhe këto lloj duash. Po mirë, pa hadithi që thot lutet me emrat e Allahut. Lutet pra thot, o Allah, ti je i gjithë mëshirshëm, më mëshiro. O Allah, ti je falës, më fal. O Allah, ti je furnizues, më furnizo. Kjo është lutja me emrat e Allahut. Ja më bë dhikr e mas dhikrit me përmend një dua i lutje. Im shoq dje në orarin e punës kishte ngrënë një ushqim që kishte në përbërje mish derri pa dieni. Në gjysmë të ushqimit ishte kujtuar, por sërish e kishte ngrënë me idenë se ishte shumë vonë dhe do të kthehej edhe vonë nga puna. A ka marrë gjuna? 2 fish e ka marrë gjuna në burriot. 2 fish. E para se e ka ditë që është mish derri, edhe e dyta ka thonë ose po haj se do të shkoj vonë ke shtëpia. Allahu e fal, Allahu zoft. Kam hapur një kanal gatimi në YouTube, por nuk dal me fytyrë sepse nuk dua dal nga që un jam femër. Am lejohet që të flas në këto video duke shpjeguar procesin e gatimit? Lejohet, inshallah bon lek. Bravo, mashallah. Mashallah, Zoti të rujt, shumë mirë. Po të arrish numri 1000, pastaj fillon YouTube të pagun, kështu që më shohi, Allahu të rujt, Zoti të nderoft. Nëse imami që të ka prirë në namaz nuk është kujtuar që ka qenë i papastër dhe thot që në vetvete ka përsëritur namazin kur është kujtuar, është obligim që edhe ne si xhamat ta përsërisim? Jo. Jo, nuk është obligim sepse se keni ditë, imami është falë ashtu dhaj se ka ditë, edhe harë inshallah. Dini historinë atij që kishte rraf imamin ju. Ishte njëri që kishte rraf imamin. Edhe e sjellin ka halifja. Ke i pari i muslimanëve. Ke udhëheqësi i shtetit. E thotë pse ke rraf imamin dhe e thret dhe imam. Thotë pse ke rraf? Thosh na ka bëu ky thotë. Ka filluar thotë namazin e sabahut, ka lexuar surën thotë El-Beqara në rekatën e parë. Dhe Ali Imranin në rekatën e dytë. Dhe ka dhënë selamin gati sa tu lind dielli. Pastaj u çu dhe tha, o vëllezër, ta përsëritin edhe një herë se kam qenë pa abdes. Përsëritin i tha se kam qenë pa abdes. Kështu që këtij xhamadiu do të them të lumë dora, ti isha unë halife. Të lumë dora ke i shpërblim. Çfarë boni halifja? I kishte vjedhë dhe halifja imamit. Ishte të kapen një çik. Rregullojeni. Formatojeni pak. Nëse një firmë të thotë, nëse ti zgjedh produktin tim dhe do të jesh ndër ata që kanë bler mes disa ofertuesve, ke edhe një kafe nga ne. Aha, e kuptova tani. Nëse një firmë thotë, nëse ti zgjedh produktin tim mes disa ofertuesve, ke edhe një kafe nga ne. I thonë kujt? Punëtorit tek firma. Kjo është pyetje me spec djegës. Flak fare. Ha? Faktikisht kjo gjëja nuk lejohet. Me fe, me islam nuk lejohet. As ke privati, as ke shteti, sepse ti po favorizon veten tate. Kështu që ti duhet bësh më të mirën e mundshme. Duhet bësh më të mirë. Çfarë është më e mira? Valla ky produkt, halal e past. Tani lind pyetja tjetër. Nëse ti e zgjedh pa ofertë, pa një ofertë të tillë, dhe ata të japin diçka si dhuratë, ligjërisht ndalohet apo jo? Edhe fetarisht ndalohet. Pse? Sepse ti paguash thot për këtë punë. Me drejt Zotit, sipas ligjit islam. O vlla, po kështu si thotë duhet të jetojë njeriu në Mars, inshallah shkon në Jupiter. Po ku ka njëri që funksionon kështu? S'më intereson.
Ligji dhe rregulli është ky. Pastaj sa çfarë not në realitet është muhabet tjetër. A mund të bëjmë dua para se imami të japi selam në namazin e xumas? Po. Po. Jo vetëm xuma, po edhe në për namazet e tjera, s'ka lidhje. A është pastrim zbritja e ekonomisë time duke ditur se më parë kam punuar në supermarket dhe aty kam kaluar dhe alkoolin? Me sa duket, se tani duhet me imagjinu çka ka për qëllim autori, kalon punën ky se ka pas dhe alkool aty, edhe me sa duket i ka ra ekonomia, pra me kuptimin nuk ka më të njëjtën rrogë se s'ka gjetë akoma punë, edhe sprovësh kjo punë. Ti e ke bë për hatër të Zotit, Allahu do ta japi zgjidhjen inshallah. Përderisa e ke lënë diçka për hatër të Zotit, Allahu ka për ta kompensuar. Megjithse, do thonë nuk duhem parë gjërat kaq kështu, për mendimin tim. Përderisa një punë si puna e këtij është një punë që ka përzierje dhe harami është shumë pak krahasim me punën tjetër halal aty, dhe ti nuk është se je pronari i gjës. Mendoj që për këtë çështje ka tolerancë. Madje disa prej hoxhallarëve këtu në Shqipëri, duke u mbështetur në disa fetva të disa hoxhallarëve që japin fetva për Evropën dhe Perëndimin, thonë nëse është më pak se 40% përqindja e haramit, ti mundesh. Unë faktikisht më pëlqen si mendim, po nuk e jap dot fetva. S'jam i qetë me e dhënë si fetva, ama më pëlqen si mendim, sidomos për rasti i Shqipërisë, Evropës, që është vështirë njeriu me gjetë të pastër. Të paktën vazhdo deri me njetin derisa të gjesh punë halal të pastër. Ama më u shkëput e me pas probleme ekonomike, unë nuk e këshilloj një gjë të tillë. Po them, puno me njetin derisa të gjesh punë që është e favorshme, pastaj lëre këtë gjë dhe shko ke puna tjetër. Sunetet e ditës xuma mund t'i bëjnë dhe femrat nëse nuk prezantojnë për faljen e xumas. Jo. Sunetet e xumas vlejnë vetëm për ata që vinë dhe falin xuman. Ata që se falin xuman nuk bëjnë sunetet xumaje, po çfarë bëjnë? Sunetet dreke, sunetet e drekës. Si qëndron puna sipas Islamit për komunikimin këtë më duket e kemi bërë javën e kaluar. A lind dikush? Më duket se e kemi bërë këtë. A lind dikush gay? E kemi bërë pra? Okej. Nuk e pas kemi fshirë. Okej. Kur zgjohesh xhunub, unë bëj dush, gjithë trupin dhe në fund fare marr abdes. Okej. Ose mund të marrësh abdes. Pra më e mira kur bëjmë gusl çfarë është më e mira? 1. Lajm auretin, 2. Marrim abdes, 3. Lajm kokën, 4. Lajm gjithë trupin. Pastaj përdor shampo, sapun, çfarë dushti nuk ka problem. Ose e kundërta, futi të lamën me shampo, me sapun, me çfarë dushti. Pastaj auretin me njetën e guslit, auretin, abdesin, kokën, gjithë trupin dil jashtë. Pra gusl do thot me ujë të pastër me përshku gjithë trupin. Këtë mund ta bësh para shampos dhe sapunit ose mbrapa, nuk ka problem. Ky është gusli, nuk ka ndonjë filozofi të madhe. Jetojmë në Amerikë dhe këtu duhet gjithçysh të kemi sigurim për shëndetësi, përndryshe çmimi është shumë i madh nëse shkojmë tek doktorët. Sigurimi i shtetit nëse i tregojnë të ardhurat na bën shumë më pagujt, por nëse i thojmë që kena më pak të ardhur na bën më pagujt më pak. A e kemi të lejuar me thonë që bëjnë më pak, që bëjmë më pak parë që të paguajmë më pak e mos paguajmë shumë pasi sigurimi është haram përveç se nëse obligohet. Po ti e ke dhënë fetvan këtu. Ti thu nëse sigurimet janë pjesë e ligjit, nuk ka problem se i bëjmë sigurimet.
siç është rasti i shëndetësisë. Sidomos në Amerikë herë që shkon një operacion i thjesht me mijëra dollar. Edhe ato kanë gjetë këtë zgjidhje. Shteti ka thonë, siguroni tani, ka problem thot, se po të deklarojmë sa marrim, po pra. Thot eksperti jon i fushës për perëndimin, thotë që nuk i shpëton dot, prandaj më duket, domethënë ka diçka pyetje e rëndësishme. Ajo që unë këshilloj është ecni sa më mirë dhe më drejt se ka lehtësime. Se ka thonë populli, bjeri drejt se ka lehtësime. Jo po deklaro më pak, jo po pagu më pak, jo po. Sidomos unë që po incizohem një herë. Edhe atë gabim bëjnë. Shala se ka bo për provokim. E pa thot përveç se kur obligohet. Në rregull është ai. Kjo pjesë është në rregull. Ne kemi një e që e kuptova, e bukur kjo e sakt. Ne themi kështu, çdo lloj siguracioni që obligohet je në rregull. Çdo lloj siguracioni që nuk obligohet nuk je në rregull. Pagu më shumë, hajde në Shqipëri. Hajde në Shqipëri. Mjaft ke net në Amerikë. 10 vjet, 15 vjet, hajde në Shqipëri. Çfarë problemi ka? Ha? Ha? Detyrueshme këtu. Këtu është shëndetësia falas. Hajë, inshallah, e rëndësishme është që pini kafe mas pyetje përgjigje, pini kafe sqaroj si bëhet në Shqipëri. Okej. E rëndësishme pas stresi herë. Kjo është e rëndësishme, mos më e marr me stres këtë punë, pastaj tu pa tu bë. Tu pa tu bë, që mos t'jap vetvau, kështu që ti fos njerëzit në ciklet. E treta, pyesni hoxhallarët e Amerikës për këto probleme, pyesni hoxhallarët atje. Çfarë të thonë hoxhallarët e Amerikës bonin? Ka ardhur kjo pyetje me foto. Shivjer, e kapim dot? Okej. Çfarë thot? Sura El-Maun thot shëron ankthin, depresionin, shëron sëmundjet pa përcaktim fare. Dëgjojeni çdo ditë në mëngjes dhe në mbrëmje emri i faqes drita pik hynore. Apo mos I ka bërë kështu like kjo. Si që të në faqës. E rëndësishme. Nuk e di a është faqja, se këtu lartë lexojmë motivim, ose më kanë sjellë mua si pyetje, këtu po është drita hynore, po më duket se është faqja drita hynore. E rëndësishme, nuk ekziston kjo gjëja. Nuk ekziston. Që po lexova surën Maun, ikën ankthi, depresioni, edhe sëmundjet. Se ekziston kjo gjëja në Islam. Nëna ime është pensionist dhe ka vendosur të mbulohet. A duhet patjetër ta vendosë shamin apo mjafton që tri me rroba të gjata? Mbulesa nën kupton në Islam veshjen e një manteli poshtë dhe një shamie që vjen nga koka mbi supe. Kjo është mbulesa në Islam. Edhe pse është pensioniste, nuk ka lidhje pse është pensioniste, nuk ka lidhje. Vetëm gratë që janë në këtë lloj moshe nuk obligohen për mantelin. Pra plakat, nonat e vjetra, mund të dalin me fustan me lule, me shami, nuk ka problem. Mund të dalin me I bluze të gjate, edhe me fund të gjatë, edhe kështu nuk ka problem. Pra nuk janë si puna e gocave të reja që obligohen të kenë mantel, të kenë diçka që është, jo fustan, po diçka që është më serioze. Pra për moshën e vjetër ka tolerancë. Po jo që ta heqin, apo të dalin me kokë zbuluar, jo. Kam një problem
familjar. Motra ime është dashuruar me burrin tim. Motra ime u dashuru, lexova gabim. Motra ime u dashuru me burrin që ka tani dhe e dija vetëm unë, por mami më thotë që ti më ke hyrë hak, sepse i ke ditë gjitha dhe s'ke tregu tek prindrit. E di, bëra gabim dhe kërkova Allahu, më thatë ta kam bë halal. Tani sa herë kemi në një debat, më thotë ty s'ta bëj halal. Ne më thotë në fëmijë, a e marrun mallkimin e mamit apo jo? Përderisa ta ka dhënë halallikun, inshallah nuk merr mallkimin e saj. Por që faktikisht në tilla situata duhet që prindrit më u informu. Më mirë dihet gjëja qysh fillim. Se njeriu, domethënë, mund të bëj gabime që mos e mund ndodhin gjëra që pendohet gjithë jetën dhe i rri peng ajo që ka bërë. Thonë këto të vjetrit fjala jote në vesh të Allahut. A ka problem fetarisht? E thonë me kuptim pra, me kuptim që e ngjoftë Allahu. E thonë me kuptim e ngjoftë, me kuptim figurativ, nuk ka problem. Hoxh, a do të bësh ti një denoncim për këto që bëjnë magji që të marrësh masa shteti? E para si njoh. E dyta s'kam fakte dhe argumente, e treta nuk ka ligj në shtetin tonë që kush bën magji. S'ekziston, s'ke si ta vërtetosh, kështu që po e pritet prej meje këtë muhabet, ke ngel pa gjë. Djalim ka ndruar jetë në muajin e 9 të 7 zanisa, duhet bëj akika për të, i vihet emri, i lahet qefinoset, i falet xhenazja dhe bëhet akika, sikur me qenë tamam. Po. E funit fare për sot. Si tani çka kanë bë? Pse janë ustallar? Faqja ka emrin grupi shpëtuar. Ha? Okej. Atëherë faqja ka emrin grupi shpëtuar. Çka kanë postu këto? Ta shohim. Tema e 9. Çka urdhëron Allahu engjëjt kur një njeri është i smur? Vazhdoj. Kur një besimtar ka plon smundje atij njerëzit, Allahu dërgon 4 engjëj para se të smuret. Njërin për engjëjve Allahu i përfshirë urdhon që t'ia marrë fuqinë. Ky i shkreti kputet. Dhe engjëlli thotë sipas urdhrit të Allahut ja merr fuqinë atij dhe ai bëhet i dobët dhe i raskapitur. Engjëlli i dytë, Allahu i përfshirë urdhon që t'ia marrë ndjenjën e oreksit dhe të ushqimit. Ky sikur më qenë të hongër kashta. 2. Engjëlli i tretë, Allahu i përfshirë urdhon që t'i marrë dritën nga fytyra dhe bëhet i verdh. I marrë fare, cof. Engjëlli i katërt, Allahu i urdhon që t'i marrë të gjitha mëkatet, po ku ishte me qershia mbi tort. Qershia mbi tort. I katërti, gjitha mëkatet. Po ku i çavall me legu këto mëkatet e këtij? E nëse Allahu dëshiron t'ia kthej prapë shëndetin, urdhon parën që t'i kthej fuqinë, urdhron dytën që t'i kthej oreksin, urdhron tretën që t'i kthej dritën e fytyrës, por nuk e urdhon të katërtin që t'i kthej gjinofet. Ky engjëll, s'ka marrë historia Allah, këta janë ustallar. Ky engjëll do t'i bëjë sejdë Allahut dhe do t'i thotë: O Allah, ne ishim 4, ti na urdhrove, pastaj 3 të tjera ti urdhrove që t'ia kthejnë, kurse mua thot nuk më urdhrove. Inshallah s'ka qaky me legu, me lot. Allahu i thot: kjo nuk përkon me nderin tim. Dhe nuk është të bukur të urdhëroj të kthehet me 4 pasi e kam munduar me smundje. Engjëlli thot: o Zot, po çka të bëj unë me 4 e tij? Se më kanë ngel këtu, më shpinë. Thot Zoti, shko hidhi në det.
dhe engjëlli do t'i hedhi në det. Prit se s'ka marru. Hadith sahih. Kjo është vajosje. Kjo fjala në fund, hadith sahih quhet vajosje. Do të hadith as mos e kërkoni, o vlla. Hadith sahih. Dhe qeshia mbi tort shumë e Kur'an të kërkosa. Çfarë thotë vlla? Çfarë thotë vlla kështu? Vajosje me tym. Fund fare, thot grupi i shpëtuar, shpërndajeni, përfitojnë të gjithë, Allahu i shpërbleft, grupi i shpëtuar. Prandaj, kujdes se janë, e ditë për çfarë bëhet kjo? Për asgjë tjetër, vetëm për klikime, për të rregjë vëmendjen, për kështu se pastaj fillojnë reklamat e gjonat. Po këto s'ka kush i arreston më për Zotin e madh, vallahi billah. Pasha Allahun, 3 vjet i kisha fut në burg adminat e kësaj faqe. 3 vjet. Kisha rast në burg për Zotin. Kisha gjë në dorë, po s'kam gjë në dorë, bën qef. Bën qef. Ose vrisni mendin se s'ka për të gjetë gjë, sa ti një gjallë. Thot kisha u gjë në dorë, ta diçka kush janë adminat e saj, thosha pendohuni 1. Thoni që kina bë gabim 2. E po të kishin bë këto, pastaj do i falsha. Ama po të vazhdojshin 3 vjet në burg. Allahu